Pres, mos me bo si zgjedhjet nacionale, ta me punu për Prishtinën, për qytetarët, jo për vetë vetën, si që kam punu deri më tash për intereset veta, po duhet me punu edhe çdo kryetar duhet me kontaktu me qytetarë, çdo lagje dhe me audit hallin e tyre. Që aty o problemi. E këta si po hypin, po premtojnë, ndesa po hypin karika amala. Karika amale parja që kanë thonë plesht, që më të pesh, parja të qënë. Se parja ta hjekë fukarallakën, po jo mas karallakën. E neve na duhet një kryetar i vedishëm që ma tepër rinë në teren se sa me fëmijët e vetë. Ishte një proces shumë i mirë. Mendoj se na e kryem një obligim si qytetarë, që është i nevojshëm për zgjedhjet komunale. Besoj që do të fiton më i mirë.